Erion Muça është ekspert të fushën e punësimit dhe njeh prej vitesh këtë sektor. Gjatë intervistës me Endin, ai do të na analizojë dhe shpjegojë se cilat janë detyrimet ligjore për punësimin e personave me aftësi të kufizuara. Çfarë parashikon ligji për institucionet dhe bizneset, si dhe cilat janë të drejtat konkrete që u garantojnë këtyre qytetarëve. Në këtë bisedë do të ndalemi edhe tek situata aktuale në Shqipëri, duke e krahasuar me vendet e Ballkanit sa i përket nivelit të punësimit të personave me aftësi të kufizuara. Erioni do të orientojë dhe këshillojë të gjithë personat me aftësi të kufizuara se si të kërkojnë punë, cilat hapa duhet të ndjekin dhe çfarë mundësish alternative ekzistojnë nëse zyrat e punës nuk arrin të sigurojnë një vend pune. Cilat janë ato kushtet ligjore që një institucion publik apo edhe një subjekt privat ka për këto persona për t'i punësuar? Ka një ligj, ose më saktë janë dy ligje që rregullojnë punësimin e personave me aftësi të kufizuara, është ligji për diskriminimin në punë dhe ligji për nxitjen dhe incentivimin e punësimit të tyre. Të dyja ligjet janë dhe kushtozojnë sipërmarrjet, industritë, bizneset dhe institucionet të punësojnë persona me aftësi të kufizuara në përshtatje dhe në përputhje të pamundësisë fizike që ata kanë me rolin apo punën që do kenë pranë tyre. Dhe përveç kësaj, duhet të ndërmerren si masat infrastrukturore në mbështetje të nevojave të paaftësisë që ka ky i punësuar. Këtu e kanë fjalën shkallë posaçme, këtu e kanë fjalën rampa në çdo hyrje ndërtese, që aksesi për drejt zyrës të jetë sa më i lartë, dhe së dyti duhet të ndërhyret apo të detyrohen që brenda ambientit të kolektivit të një sipërmarrje apo institucioni të ketë një frymë shumë mbështetëse dhe solidariteti ndaj tyre, që mos e ndjejnë veten jo vetëm mbrapa për efekt pamundësisë fizike që kanë, por edhe të motivuar që të punojnë më fort, ashtu si kundër një person normal. Dhe pikërisht këto dy ligje, apo bazuar në këto dy ndërhyrje apo gjëra të rëndësishme që duhen ndërmarrë, ligji aktualisht e ka që në çdo 24 të punësuar, një prej tyre duhet të jetë patjetër nga grupi i personave me aftësi të kufizuara, detyrim i cili do duhet të zbatohet në gjykimin dhe këndvështrimin tim në mënyrë unanime dhe pa asnjë lloj hezitive. Është edhe për institucionet publike dhe për ato private? Është për institucionet publike dhe për institucionet private. Sa zbatohet në fakt në realitet? Çështjet e zbatimit në shumë raste janë të diskutueshme, kjo sepse ka raste në sipërmarrje private ku një person me aftësi të kufizuara punësohet vetëm në letra, por ai nuk aktivizohet për të punuar. Pra, thënë ndryshe, i dedikohet një rrogë e caktuar që ai të qëndrojë në shtëpi, thjesht dhe vetëm për përmbushur detyrimin ligjor, sesa të mund të angazhohet, të aktivizohet dhe të jetë në praktik, i angazhuar në procesin e punës që duhet mbulojë sipas rolit dhe pozicionit. Institucionet publike, duke qenë objekt monitorimi i vazhdueshëm lidhur me edhe disa përgatitje që bëhen drejt antarësimit në BE, kanë një sistem, përveç se detyrim ligjor për të zbatuar, kanë dhe një sistem që i përdorin si modele apo një shembuj të gjithëpërfshirjes këta persona, duke i pozicionuar në role apo profile pune të cilat përshtaten me llojin apo natyrën e pamundësisë fizike që kanë. Pjesa e aftësisë së kufizuar rregullohet, siç e thash fillim, nga dy ligje. Ligji i parë është diskriminimi, ligji i dytë lidhet me punësimin. Pse? Sepse në një mënyrë apo në një tjetër, një person që ka një paaftësi apo të kufizuar, le të themi, në një mënyrë apo në një tjetër duhet të jetë interesuar për gjithëpërfshirje. Duhet të jetë i interesuar për qenë sa më aktiv, po për këtë duhen shumë kushte që t'i plotësohen, nuk mjafton vetëm të marrë një pak. Duhen investime infrastrukturore brenda një sipërmarrje që plotësohen në funksion dhe në mbështetje të këtij punojësi me aftësi të kufizuar. Dhe në plot raste shumë sipërmarrje nuk investojnë në pjesën e infrastrukturës, se për ta është kosto, kur raporti është 24/1 i numrit të punësuarve. Dhe kjo gjë në një mënyrë apo një tjetër duhet të ketë një farë stimuli apo subvencionimi nga ana e shtetit me qëllim që jo vetëm të plotësojë infrastrukturën,
por një sipërmarrje duke marrë një subvencion në plotësimin e infrastrukturës, të ketë mundësi të marrë më shumë se sa ç'është raporti minimal i duhet që shteti shqiptar të mbështesë pak në subjektin privat. Subjekti privat për infrastrukturën ose më saktë ta bëjë përmes mbështetjes në infrastrukturë atë të ndërgjegjshëm që të punësojë më shumë sa një person, sepse për infrastrukturën po investon dhe nuk e pengon asgjë që në procese të caktuara ku shumë persona me aftësi të kufizuar janë intelektual, janë shumë të formuar, shumë të lexuar, shumë profesionistë në dije, njohuri dhe formimin e tyre, ka një përkushtim shumë më të lartë ndaj procesit punës se sa një punonjës normal dhe në të tilla raste mundësia për të rritur numrin e këtyre personave është relativisht e lartë nëse mbështeten sipërmarrjet për të plotësuar nevojat konkrete në logjistikë dhe infrastrukturë. Ne kemi diskutuar bashkë, ti ke mbaruar bachelorin për pjesën e ekonomikut, më pas ke vazhduar masterin për marketing. Marketingu, pra është ajo që do më shumë. Ajo që dua, po. Pse kush është ajo gjë që të bën që të kesh këtë besim kaq të bukur dhe pasional?